Spionazhi fillon nga barku i nënës si testet gjenetike dhe teknologjia kineze po kërcënojnë privatësinë globale. Një nënë e re në pritje i nënshtrohet një testi gjenetik për fëmijën e saj, siç i ka rekomanduar mjeku. Nëna e ka pyetur nëse testi mund të dëmtonte fëmijën e saj, ndërkohë që mjeku i është shprehur se testi nuk është invaziv, është miratuar gjerësisht dhe miliona gra në mbar botën e kanë përdorur atë pa problem. Produkti BGI Genomis në Kinë u zhvillua me mbështetje në ushtrisë çlirimtare popullore. Të dhënat gjenetike të mbledhura për zbulimin e sindromës Down dhe anomalive të tjera kromozomale po përdoren gjithashtu nga ushtria kineze në projekte kërkimore që synojnë atë që ajo e quan përmirësim i cilësisë së popullsisë. Ky test nuk është miratuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por përdoret gjerësisht në Europë, Kanada dhe Australi. Dhe këtu qëndron rreziku i heshtër. Informacioni gjenetik që nënat dorëzojnë vullnetarisht mund të përfundojnë në database të kontrolluar nga shteti kinez. Kërcënimi më i madh sot nuk vjen nga terroristët, por nga Kina. Ata nuk shënjestrojnë vetëm ushtarët apo politikanët, por edhe familjet tona përmes telefonave, sistemeve shëndetësore, barnave dhe madje dhe ADN-s ton. Paralajmëron i shefi CIA-s dhe më pas drejtori i teknologjisë së Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Gjeohapësinore NGA. Sipas tij, BGI Genomis nuk është rasti vetëm. E njëjta kompani ka shitur miliona teste Covid në mbar botën, përfshirë edhe në tregun amerikan, dhe çdo kompani kineze me ligj duhet të ndajë të dhënat me Partinë Komuniste. Kjo do të thotë se informacioni juaj gjenetik mund të përdoret për krijimin e superushtarëve apo madje për sëmundje që prekin vetëm popullata të caktuara etnike. Por kërcënimi nuk ndalet tek gjenetika, nga TikTok deri tek aplikacionet e reja të inteligjencës artificiale si DeepSeek. Pekini ka ndërtuar një rrjet ndikimi që mund të manipulojë perceptimet, të censurojë informacionin dhe, siç thotë eksperti, të hakojë mendimet tona në mënyrë të padukshme. Imagjinoni një fëmijë që rritet duke folur çdo ditë me një sistem të inteligjencës artificiale të infiltruar nga Kina që ushqen me ide të ndryshme për vite të tëra, paralajmëroi ai. Në këtë botë të re të spionazhit, askush nuk është më i sigurt dhe për të mbrojtur eksperti i jep 5 rregulla të arta. Mendo si spiun, çdo foto, postim apo informacion që shpërndan mund të përdoret kundër teje. Verifiko burimet, mos beso asnjë lajm pa e krahasuar me disa media të ndryshme. Përdor fjalëkalime të ndryshme dhe enkriptim. Sa më e vështirë të jetë qasja, aq më shumë dekurajohet armiku. Analizo teknologjinë që përdor. Çdo aplikacion i ri vjen të hetohet përpara se ta pranosh në jetën tënde. Ruaj vetdijen, mos u bëj paranojak. Por mos haro kurse dikush mund të vëzhgojë. Në këtë revolucion të inteligjencës ne jemi të gjithë shënjestra të spionazhit. Na pëlqen apo jo, por me pak kujdes dhe ndërgjegjësim mund të mbrojmë jo vetëm veten, por edhe kombin ton, thot ai.